Prej 3 ditësh, kaskada e Drinit po përballet me një situatë të ngarkuar hidrike, si pasojë e rresheve intensive dhe të pandërprera që kanë përfshirë veriun dhe verilindjen e vendit. 3 hidrocentralet kryesore, Fjerza, Komani dhe Vau Dejes, kanë vijuar shkarkimet me kapacitetet e larta për të përballuar rritjen e prureve dhe për të mbajtur nën kontroll nivelet e liçeneve. Aktualisht heci i Fjerzës po shkarkon rreth 1000 metër kub ujë në sekond, ndërsa Komani dhe Vau Dejes nga 800 metër kub në sekond secili. Këto volume të konsiderueshme shkarkimesh janë një masë domosdoshme teknike për të garantuar sigurinë e digave dhe për të shmangur tejmbushjen e bazeneve. Liçeni i Fjerzës, që përbën edhe bazenin më të madh ujëmbledhës në vend dhe hallkën kryesore të kaskadës së Drinit, ka arritur kote maksimale prej 296 metrash. Arritja e këtij niveli nënkupton se çdo rritje e mëtejshme e prurjeve nga rreshtet apo nga degët e Drinit kërkon menaxhim të kujdesshëm dhe reagim të menjëhershëm përmes shkarkimeve të kontrolluara. Rreshtet e ditëve të fundit kanë përfshirë një territor të gjerë që ushqen drejt për drejt bazenet e Fjerzës, Komanit dhe Vaut të Dejes. Përveç prurjeve nga brenda territorit shqiptar, ndikim të drejtpërdrejt kanë edhe rreshtet në zonat e përtej kufirit, pasi Drini i Bardhë dhe degë të tjera mbledhin ujë nga një hapësirë e gjerë gjeografike. Kjo e bën situatën dinamike dhe të ndjeshme ndaj çdo ndryshimi meteorologjik. Korporata elektroenergjetike shqiptare bën të ditur se situata po monitorohet në kohë reale me matje të vazhdueshme të niveleve, prurjeve dhe parametrave teknik të digës. Sipas KESH, po merren të gjitha masat e nevojshme për një menaxhim të sigurt dhe efikas të burimeve ujore me qëllim garantimin e stabilitetit të sistemit energjetik kombëtar. Kaskada e Drinit përfaqëson shtyllën kryesore të prodhimit të energjisë elektrike në vend.